Edhe një lule, në qoftë se nuk kujdesesh, ajo vyshkët. Edhe dashuria e ka afatin e vetë edhe qëndrimin e vetë. Në qoftë se nuk e kultivon, më thonë, atëherë do të mbetesh edhe pa te. Lulen e cila është vyshk, nuk mund ta kthesh edhe një herë të lulëzoj. Edhe dashuria është e tillë. Në qoftë se ti nuk din me kultivu atë në moshën më të mirë, kur ajo vjen me vrull, atëherë edhe ke me humb, do të thonë, në çdo kohë. Meti, cila është ajo mosha që po mendon ti që është më e fundit, për më dashuru? Sa vjeç për shembull është ajo mosha që ta merr mendja ty që mas që aty në vjetëve nuk mundesh më dashuru? Unë mendoj kur ta arrit një moshë në pleqni, është shumë ma zor më dashuru, nuk po them se është e pamundshme, po njeri kur ti e bën një moshë të caktuar, atëherë kufizohet, nuk del më, nuk ka shumë aktiv, do me thonë kufizohet në shumë mënyra për ata, mendoj se është